Përshëndetje, jemi në rubrikën Zëri i Qytetarit, një rubrikë që i dedikohet avokatit të mirënjohur zotit Alban Duraj. Neve lexojmë shpeshherë ankesa të qytetarëve nga më të ndryshmet që avokati Duraj i jep përgjigje në mënyrë ligjore dhe në një mënyrë tepër profesionale. Avokat, faleminderit shumë që jeni me ne dhe faleminderit që qartësoni qytetarët lidhur me problematikat që ata kanë. Ju falenderoj shumë për rubrikën. Mesazhi që vjen është i një qytetare nga Vlora, e cila ka një problematik avokat. Ajo shkruan: jam një grua nga Vlora, ka disa kohë që kam parë disa ndryshime nga bashkëshorti im. Mendoja shpesh që më tradhtonte me dikë tjetër, me një femër tek puna, por sa më shumë kalon koha, aq më shumë më shtohen dyshimet që miku i tij, një nga miqtë e tij më të mirë, është personi që më tradhton edhe partneri im. Çfarë do të bëj në këtë rast, avokat? Atëherë jemi përpara rastit që çifti nuk konsumon, pra nuk jeton së bashku, nuk kryen një marrëdhënie bashkëtorë e cila duhet të jetë periodike. Pra një nga elementët e ekzistencës së vetë martesës është dashuria, pra duhet të ekzistojë dashuria ose çifti duhet të kryej marrëdhënie seksuale në mënyrë periodike dhe të vazhdueshme. Nëse vijojmë tek pyetja e zonjës lidhur me këtë tradhtim, pra kodi i familjes nuk e ka përcaktuar specifikisht nëse bashorti apo bashortja e tradhton secilin, pra qoftë me një femër bashorti apo me një mashkull bashorti, pra nuk ka një përcaktim specifik, duke menduar që vetë kodi në mënyrën e artimit të tij ekzistenca e marrëdhënieve seksuale është tabu midis një seksi të njëjtë, siç është në rastin konkret që kemi bashortin i cili kryen marrëdhënie seksuale me shokun e vet, natyrisht që nuk lë vend për le të themi abuzim, sepse edhe kjo quhet një marrëdhënie seksuale, nëse ne do t'i referohemi manualeve ndërkombëtare, pra kemi kryerjen e marrëdhënieve dashurore të një seksi të njëjtë. Besoj që edhe në këtë rast jemi në rastin e moskonsumimit të jetesës apo të kryerjes së marrëdhënieve seksuale të përbashkëta midis çiftit, që do të thotë midis bashortit dhe bashortit, dhe për më tepër që është një nga faktorët kryesor i cili duhet të ekzistojë martesa, dhe nga ana tjetër kodi i familjes nuk e lejon tradhtim bashkëtorë. Pra nëse ne do të futemi tek termi i tradhtisë, unë mendoj që me deduksion dalim në përfundimin që edhe në rastin konkret kemi të bëjmë me një tradhti bashkëtorë, edhe pse në rastin ton kemi të bëjmë me një tradhti jo me një femër apo me një grua tjetër, por me një burr, me një mashkull i cili natyrisht këtu ka preferencat e veta për shkak sepse ekzistojnë njerëz të tillë të cilët ose janë biseksual, që do të thotë nëse në rastin konkret zonja ka pasur marrëdhënie të rregullta seksuale me bashortin e vet, nuk ka pasur probleme lidhur nga mënyra se si ata janë sjellë, se si kanë kaluar së bashku, por ka edhe nga këto çifte apo nga njerëz cilët mund të kenë lidhje edhe me një person të seksit tjetër, gjë që për sa i përket institutit të familjes, jemi përpara mos lejimit të një fakti apo të një gjëje të tillë. Ne kemi zgjedhur që martesat mos i kemi me shumë partner, por me një partner, që do të thotë me një burr dhe me një grua, dhe si të tilla çdo veprim tjetër që mund të bëjnë çiftet është e ndaluar dhe përbën shkak për të zgjidhur martesën. Kështu që unë në rastin konkret, nëse do ta orientoja zonjën, nëse ajo do donte që të kërkonte shpalljen e fajësisë, pra zgjidhjen e martesës me fajësi, atëherë duhet që të mbledhi këto prova. Nuk e di se çfarë prova ka gjetur, që do të thotë duke filluar që tek mesazhet telefonike, që tek komunikimet, që tek fotot,
nëse është e nevojshme dhe ajo do që ta provojë, mund të kontaktojë me një zyrë detektivi privat i cili të merret me ndjekjen e rastit, sepse ka zyra të posaçme, të cilat janë të licencuara dhe të lejuara me ligj, të cilat merren me ndjekjen e rasteve të tradhtisë bashkëtorë. Në mënyrë që kur të ngrejë padin, pra kur shkojnë në gjykatë lidhur me provat dhe me faktet, ta ketë të provuar një gjë të tillë, pra mënyra se si janë marrë të prova, të cilat duhet të jenë në formën e kërkuar nga ligji, që do të thotë mesazhet telefonike duhet të jenë të nënshkruara përpara, pra duhet të dalin përpara noterit publik, gjithashtu komunikimet që mund të jenë me email, në Facebook, në Instagram, pra në gjitha mënyrat, dhe natyrisht edhe fotot, videot që mundet që zonja të ketë gjetur, por nëse nuk e ka bërë një punë tillë, atëherë këtë punë e bën detektivi privat. Dhe në momentin që hartohet kërkesë padia, bashkëlidhen gjitha provat të cilat provojnë fajësim, pra që bashkëshorti në rastin konkret e ka tradhtuar me një burr tjetër, dhe për këto shkaqe zonja kërkon zgjidhjen e martesës së saj, duke përcaktuar edhe fajësinë, ku shkaku për zgjidhjen e martesës është tradhtia bashkëtorë që ka bërë bashkëshorti i saj me një burr tjetër. Avokat, ndoshta është atipike, por problematika e radhës vjen nga një adoleshent, ai thotë që jam 17 vjeçar. Kurioziteti më shtyr që të provoja një eksperiencë seksuale, duke qenë se nuk e kisha provuar më herët. Zgjodha eskortat, që quhet në gjuhën moderne, për të provuar këtë lloj eksperience, por frika ime, duke qenë se kam dëgjuar shumë lajme në rrjetet sociale, thotë ky djalosh, ishte nëse më kap ligji dhe autoritetet, çfarë ndodh? Atëherë kryerja e marrëdhënieve seksuale, së pari djaloshi është i moshës 17 vjeç, do të thotë e ka arritur pjekurinë seksuale dhe ai mund të kryejë marrëdhënie seksuale me një grua apo me një femër, me një gocë, me një bashkëmoshatare apo me një grua tjetër, dhe natyrisht nuk ka asnjë gjë të keqe nëse ai ka një të dashur dhe kryen dashuri me atë, kryen marrëdhënie seksuale. Nuk është e ndaluar një fakt i tillë nëse të dy këta persona duhen me njëri tjetrin dhe natyrisht dashuria ka edhe seksin brenda. Por nëse vim tek pyetja konkrete që djaloshi ka kontaktuar me një eskort, që gjë që kjo nuk është e lishme, pra në vendin ton, edhe pse ka shumë faqe të cilat mund të gjeten lehtësisht, mjafton të googullosh, të gjesh, dhe ka shumë goca të cilat janë eskorta, pra ato të vinë në shtëpi, të vinë kudo që mund të jesh, mjafton të çosh lokacionin, vjen me taksi, pra në çdo cep të Republikës, këto eskorta të vinë për një pagesë të caktuar dhe natyrisht to i zgjedh tek faqja përkatëse, pra besoj që edhe djaloshi mund ta ketë zgjedhur në një nga këto faqe të cilat janë publike, dhe ka bërë pagesën, pra duke e paguar për shërbimin që i ka ofruar kjo eskort, dhe përpasoj ai ka filluar edhe ka kryer marrëdhënie seksuale. Por nëse do t'i referohemi ligjit konkret lidhur me kryerjen e marrëdhënieve seksuale, këto marrëdhënie janë me pagesë, si në rastin konkret janë midis një eskorte dhe një të mituri, dhe një jo të mituri, por një djaloshi, atëherë ligji e ka përcaktuar, kodi penal e ka përcaktuar që personi që ushtron prostitucion, sepse kjo quhet prostitucion, kundrejt pagesës, pra ka marrë një pagesë dhe në rastin konkret djaloshi ka paguar para, atëherë dënohet me gjop deri në 3 vite burg. Dhe për atë që e merr këtë shërbim dhe ofron shpërblimin, që është djaloshi, ka të njëjtin dënim, pra me gjop deri
në 3 vite burg. Kështu që djaloshi duhet bëj kujdes herë tjetër, sepse nëse kapet në flagrancë nga aksionet të policisë, ai do të penalizohet me një masë dënimi me gjob ose në 3 vite. Kjo varet për shkak të rrethanave që sa herë ka kryer, pra nëse ai duhet në hetim të vazhdueshëm, sepse edhe mundet të jetë në hetim, duhet të dim që prokuroria kur të jeton nuk troket e dera dhe thotë që unë po të jetoj, mundet që ky grup të jetë në survejim, edhe personat që shkojnë natyrisht që relacioni prokurorisë i konsideron këto raste, pra nëse janë në mënyrë me shumë episode, atëherë ke rrethana rënduese dhe mundet që të rrezikoj burgun. Kështu që unë do ta këshilloja që është më mirë që të gjej një të dashur, pra është diçka normale që djaloshi të ketë mundësi të integrohet dhe natyrisht të gjej dikë që e pëlqen, e dashuron, dhe natyrisht gjatë dashurisë, pra kur do dikë, patjetër që seksi është një element shumë i rëndësishëm në një marrëdhënie dashurore mes çiftit dhe nuk do të rrezikoj me burg apo me gjob. Kështu që duhet të kesh kujdes herë tjetër, por natyrisht për publikun është një mendim imi personal që ka ardhur koha, jemi ende të vonuar, ka ardhur koha që të hapen shtëpitë publike në vendin tonë, pra të legalizohet prostitucioni, mos ketë dënime penale lidhur me ata të cilët ofrojnë këtë shërbim, sepse kemi të bëjmë me profesionin më të lashtë të botës, prostitucioni, prostitutat kanë pasur herët, pra që në kohët më të lashta e kanë ushtruar këtë si profesion. Nga njëra anë është shumë pozitive, sepse do të krijohen të ardhura ekonomike për këto profesione. Natyrisht, nga ana tjetër do të ketë pagesa për taksat, tatimet, pra institucionet shtetërore, do të ketë kontroll, duke filluar me analizat, nëse deri tani ky është një profesion në ilegalitet, pra nuk është i kontrollueshëm, do të bëhet e mundur që në të ardhmen ky do ketë një kontroll mjekësor dhe ata të cilët do të marrin këtë shërbim do të kontrollohen në mënyrë periodike, por edhe ata që ofrojnë shërbimin. Kështu që nuk do të ketë sëmundje, duhet kujtojmë që Shqipëria ka numrin më të madh të sëmundjeve të cilat janë seksualisht të transmetueshme dhe kjo është shumë negative dhe vjen për shkak të mos legalizimit të prostitucionit. Kështu që besoj që në reformat e qeverisë duhet ta marrë me konsiderat apo në prioritet legalizimin e prostitucionit në mënyrë që të ketë edhe turizëm, sepse mos harrojmë që ka vende të cilat ka atraksione të tilla, duke filluar me hotelet që ofrojnë të shërbim dhe kjo do bëhet e mundur që edhe gjatë periudhës së dimrit të ketë mundësi që ky turizëm të jetë funksional dhe të punojë. Kështu që do të thithi turistë nga gjithë vendet e botës, të cilët janë të interesuar, qoftë edhe për të vizituar vendin tonë, por natyrisht edhe për të patur apo për të kryer marrëdhënie seksuale me profesionistë të cilat janë të atashuara pranë këtyre qendrave që ofrojnë shërbime seksuale. Mesazhi i radhës avokat vjen nga një grua e cila është nga Tirana dhe shkruan: Jem një grua nga Tirana me influencë të madhe në publik, e njohur po ashtu në rrjetet sociale. Pasi e zbulova tradhtin, nuk u përbajta dot më. Postova në Facebook dhe Instagram foto të time të dashurën dhe disa biseda që kisha gjetur. Desha që të gjithë të dinin të vërtetën, thot. Por tani ai më kërcënon me padi për privatësi dhe shpifje. A kam bërë gabim ligjor? Tani lidhur me publikimin e fakteve të tilla, që do të thotë duke qenë se këto janë mesazhe shumë personale midis bashortit dhe të dashurës së vet, atëherë kjo është jemi në kufit e nxjerrjes së burimeve apo të informacionit i cili është konfidencial. Pra ky informacion mundet që të shikohet vetëm nga ata personat të cilët e kanë
kanë komunikuar me këto mesazhe dhe jo me persona të tillë. Pra, nëse zonja i ka publikuar to në rrjetet sociale, atëherë këtu kemi të bëjmë me nxjerrje me shkeljen e privatësisë dhe natyrisht që kemi masa administrative të cilat ndërmerren nga komisioneri për informimi publik dhe të dhëna personale, i cili konstaton, pra i bën hetime të lidhur me rastin konkret dhe natyrisht që merr masa administrative duke vendosur gjop. Por nga ana tjetër, në momentin që konstatohet një fakt i tillë, atëherë i lindë drejta bashortit apo ish-bashortit i cili është cënuar nga nxjerrja e këtij informacioni që t'i drejtohet gjykatës me një paditësi civile ku të kërkojë shpërblimin e dëmit jashtëkontraktor sepse ka patur cënim të personalitetit dhe të nderit të tij. Pra, edhe pse ai mundet të ketë abuzuar lidhur me detyrimet që ka gjatë një martese, kjo nuk do të thotë që ne të hakmerremi duke kryer vetgjysi dhe veprime të tilla. Por natyrisht që përveç këtij fakti ne jemi edhe në kufit e kryerjes së një vepre tjetër penale që është vetgjysia dhe natyrisht që dënohet me gjop deri edhe me burg deri në 3 vite burg. Kështu që unë do ta sugjeroja zonjën që t'i hiqte, pra të bënte, le të themi, fshirjen e këtyre mesazheve, fotove, publikimet të cilat janë bërë në Facebookun publik, në të cilat i shikon miq, shokët apo çdo person i cili mund të futet në faqen e saj në mënyrë që mos ketë penalitete të tilla. Nëse vijon me të njëjtën mënyrë, mundësie dhe vijon që këto t'i mbani në rrjetet tuaja sociale, atëherë do të rrezikoni si përsa i përket masës administrative nga Komisioneri i Informimit Publik dhe Mbrojtjes së Dhënave Personale, si nga gjykata penale apo prokuroria e cila mund ta konsiderojë këtë si vetgjysi dhe natyrisht edhe për një dëm të shkaktuar bashortit tuaj lidhur nga publikimi i tyre. Dhe kjo shkon me shifra, varet nga ekspertët që do përcaktojnë dëmin që i shkaktuar dhe shkon në vlera shumë të mëdha monetare. Avokat, shumë faleminderit për sqarimin që bët për këta qytetarë që kishin këtë problematika. Ju falenderoj shumë për mundësinë që më jepni dhe natyrisht që jemi të hapur për çdo pyetje që do të kemi nga qytetarët në adresën tuaj të emailit. Faleminderit shumë. Faleminderit, kënaqësi. Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.